Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tashmë jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon çështjeve të opozitës, betejën e saj pas humbjeve të 11 majit, procesin e rinumërimit të votave në disa qarqe kyçe. Kjo me njerë pas asaj se çfarë ka vendosur vetë Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve pas 10 denoncimeve të bëra nga Partia Demokratike dhe Alianca për Shqipërinë Madhështore. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë në studio me kandidatin për deputet Partisë Demokratike, doktor Ilir Ali Mehmetin. Doktor, të përshëndes, faleminderit që sot në Fox News. Faleminderit. Doktor, si konsiston betejë e Partisë Demokratike në vijim? Ka denoncuar një sër problematikash të cilat lidhen me ta është të quajtur në farsë elektorale dhe një farë mënyre ka arritur që të kryej dhe të marrë numërimin e votave për disa qarqe. Një ndër qarqet kyçe është edhe qarku i Tiranës, i cili nisri numërimin nesër. Po, shumë e saktë. Në radhë parë duhet kujtojmë faktet. Flitet shumë qartë në raportin paraprak të OSBE-Odirit se si zgjedhjet në Shqipëri ishin të pabarabarta ndërmjet forcave politike. Kjo është termi i përdorur nga OSBE-Odiri, se si pati intimidim votuesve, se si pati përdorim të administratës shtetërore, përdorim të parave dhe të aseteve shtetërore, përdorim të grupeve kriminale, se si u falën gjobat të cilat janë të 2-3 ditë para zgjedhjeve, të cilat ndalohen. Unë jam kundër gjobëzimit a priori, për ato ishin gjobat pa nevojshme fare. Vijin qëllimisht që ndodhin këto skena këtu që me demek i fal kryeministrin 2-3 ditë para votimeve dhe pam shumë mirë pastaj javën mbrapa që jo nuk ishin falur. Pra u përdor thjesht si element pro votime, ndërkohë që ligji qartësisht e ndalon se si u punësuan stafe me kohë të pjesshme, me kohë të reduktuar përpara votimeve, sërish të ndalon bonuset e me radhë. Pra këto janë gjitha në raportin zyrtar të OSBE-Odirit, cilët janë diplomat nivelit lartë dhe thënë kemi dëshmuar, nuk thënë ne janë raportuar këto fakte, do thënë kemi dëshmuar, që do të thotë o kanë qenë pranishëm kur këto gjëra kanë ndodhur, këto shkelje kanë ndodhur, ose kanë prova dhe fakte dhe do ecin përpara. Patjetër, raporti përfundimtar pritet gjatë 1 muaj, 2 muaj vijim, pra në verë do ta kemi. Ndërkohë çfarë? A është duke punuar Partia Demokratike me raportin përfundimtar? Ndërkohë, eksakt. Kjo është pjesë e pasurimit të raportit OSBE. Është edhe pjesë e rëndësishme nga ana tjetër për të bërë më të fuqishme faktin edhe provën. Mund të shihni fare mirë se si transmetohen për ditë shkelje zgjedhore të cilët janë bërë në këtë Shqipërinë tonë dhe fatkeqësisht 2025-ën të kesh sërish raporte që flasin për zgjedhje jo të lira dhe jo të ndershme, është me të ardhë keq. Keni pa për shembull se si një mini market, nuk e di se si ta quaj, ishte një qendër votimi për shembull në qarkun e Elbasanit. Në pamjet parë madje nuk kuptoi që ishte qendër votimi, kuptoi më pas kur shive makinetën e leximit gishtit, kartave me radhë, se si dikush krejtësisht i pa identifikuar moshë, ndoshta edhe të nitur, merrte këto flet votimi, shkonte i vuloste diku mbas makinës ekspresit, i jepte, i hidhte në kuti, në mes një çoroditje absolute aty nuk kuptoj, sinqerisht nuk kuptoj që ishte qendër votimi. Kujtoj sikur ishte një mini market me një kafene aty dhe kaq. Ndërkohë që ishin gjithë njerëz pajisur me bexhe me radhë. Dhe po ta shihni video nga fillimi deri në fund, është video zyrtar. Po të shihni video nga fillimi deri në fund, do shihni fare mirë se si në këtë qendër hyn gjysma e votave që në fund gjetet në kuti. Pra gjysma e njerëzve që pretendohet që kanë shkuar të votojnë, shihen video që hyn në qendër gjithsej dhe gjendet pothuajse 2 fish vota në kuti, që do të thotë është votu pa qenë fare të pranishëm njerëzit në këtë qendër votimi. Apo një tjetër video ku duket shumë qartë se si komisioneri e merr kutinë e votimit, fut dorën brenda kutisë, nxjerr flet, i hapi, i shef se çka votuar qytetari me radhë, i afro dhe një komisioner tjetër, e shohin të dy bashkë, fut prap fletën brenda. Dhe këto janë video të kamerave zyrtare. Nga krau tjetër ne patëm një institucione drejtësie të cilat supozohet kishin ngrit task forca e me radhë për të kapur krimin zgjedhor. Është habitshme si këto nuk zbulojnë asgjë. Po flasim për task forcën e SPAK. Po eksakt. Unë po flas për shtetin, përgjithësisht, se shteti ka për detyrë të merret me këto gjëra. Tani opozita ka detyrën e vet, por opozita nuk është polici, opozita nuk është hetuesi, opozita nuk është gjyqësi.
fund fare, po shteti çfarë punën bën. Dhe kemi një tjetër situatë ku jo më larg se dita sotshme, gjatë rinumërimit të qarkut të Elbasanit, sepse Tirana, siç e thatë, nuk fillon nesër, gjenden vetë në kutitë e votimit gjenden flet pavula, të cilat janë numëruar si të rregullta për Partinë Socialiste. Flet thjeshta, pa vulat e komisionerëve përkatëses. Ne këto realitete jemi. Pra, të gjitha këto janë prova shumë qartë që zëri votuesve nuk është dëgjuar aty ku duhet ishte dëgjuar dhe rezultatet nuk munden absolutisht pasqyrojnë vullnetin e tyre. Do vazhdojmë neve procesin. Tirana nis nesër rinumërimin dhe do mbaroj dikur, po është më i gjatë sepse ka 1200 e sa kuti për. Po dhe numri numëruesve do të jetë më i vogël. Do doj kohën e vet për të qartësuar, le të themi çfarë ka ndodhur, por ka një problem ky proces, është tjetër proces i cili që kur nis problematik. Ndërkohë që ne kemi një video, ju e dini, që KQZ i xhiron, i regjistron pamjet ndërkohë që fletët vendosen, dhe kjo është prova bazë, pra video që është bërë, ndërkohë nga kjo date deri më sot, se çka ndodhur me këto prova, se çka ndodhur me këto filmim, a gjenden këto filmime? Absolutisht, janë publike, i ka KQZ-ja, ne i kemi, kandidatët i kanë, Selit i kanë, por KQZ-ja nuk ka vendosur të shohë videot. KQZ ka vendosur të rihap këto kuti, që do të thotë, aty ke sketat ashtit manipulume, sepse këto sketa janë futur durët, ato mund të jenë bërë pavlefshme, ato mund të janë dhënë vota disa kandidatëve tjerë, dhe në këtë moment të janë prova, po janë provat manipuluara. Kujtoj që në Tiranë ato janë hapë në cilësinë e provës, çdo flet po hapet në cilësinë e provës, nga nesër e tutje. Video është prova fillestare. Nga këtu nis gjithçka tjetër. Tashti me një muaj e sa distancë themi drejtën besimi te këto kuti është më i reduktuar. Ka besim apo indicie Partia Demokratike nga ndërkombëtarët në lidhje me procesin zgjedhor të 11 majit? Pra, a kemi bashkëpunim të ndërsjellët nga të dyja palët? Nuk ka diskutim që po. Raporti OSBE-Udirit është raporti zyrtar që merret me këtë drejtim. Është i qartë. Është i qartë. Ndërkombëtarët e kanë bërë dhe ndërkombëtarët na kanë shkruar dhe na kanë sjellë. Pastaj secili të doj ta lexojë si doj, po raporti është i qartë. Edhe Partitë Popullore Europiane kanë shprehur interes për të dërguar një mision faktmbledhës, por qëndron problemi se sa faktmbledhës do jetë ai mision. Unë jam institucional dhe unë do i qëndroj raporteve dhe qëndrimeve zyrtare. Raporti është ky, me këto gjëra që unë citova, nuk shtova dhe nuk i modifikova. Këto citohen raport. Pra flet për garë të pabarabartë, flet për intimidim të votuesve, flet për dorim administrate, parave të grupeve kriminale, kryeministit që bën shkelje zgjedhore me radhë, të gjitha elementet të cilat nuk përmendet askund se çfarë veprimi mori shteti. Pra, si ndërhyu. Kujtoj unë për shembull një rast kur gjatë fushatës, do thoni ju, patjetër ka më pak vlerë, por ka vlerë shumë të madhe etike dhe morale dhe shoqërore. Patëm një drejtore e shkolle, e cila shkoi dhe i çoi mesazh mësuesve të dalin në miting Partisë Socialiste dhe të marrin nga 5 nxënës me vete, nxënës të mitur, nxënës cilët i kanë çuar pritët e vet, fëmijë tan, i çojnë në shkollë për t'u arsimu, këta i marrin i nxjerrin jashtë në miting një partie politike, si kanë, këtë rast ishte Partia Socialiste. Çfarë bëri shteti në këtë rast? Çfarë bëri task forca famshme? Çfarë bëri elementet e krimit zgjedhor këtu? Praktikisht asgjë. Atëherë neve nëse nuk i shohim këto fakte dhe nuk kuptojmë që ky shtet nuk do të reagojë sepse ka marrë urdhrat e vet përkatës, çdo institucion shtetëror, të jemi shumë të qartë, nuk ka kursesi se si ne të kemi një palë zgjedhje të lira të ndershme në Shqipëri në këtë kontekst. Dhe për sa kohë s'kemi këtë, do e vujmë gjithë nga i pari ke i fund, pse një demokraci funksionale, një shtet funksional fillon pikërisht me zgjedhje. Nëse zgjedhjet dëmtohen, atëherë si do presim ne që do jetë 4 vjeçari tjetër? Do jetë pikërisht bazuar mbi këto zgjedhje. Dhe nuk ka shenja më të forta se sa të shihim disa njerëz krejtësisht anonim në Elbasan, Durrës apo diku tjetër, që shkojnë marrin 20.000 vota nga hiçi. Dalin më të votuarit, jo vetëm të qarkut vet, po të historisë të qarku. Në rastin për shembull të Elbasanit, një vajzë, Sara Mile, mos gabohem, ka marrë në përqindje të votave të PS-s më shumë se Tauland Balla në 2021-shin, i cili mirë keq e dum se dum është politika rrace.
Atë është politikan i vjetër. Politikan raca dhe në atë zonë me kontributet gjata. Absolutisht. Si është e mundur që nga hiçi, brenda shumë pak ditëve, pa njoftë askush, arrin e ka përcen një dikush që se njiftë askush. Kjo është qartësisht provë se si funksionojnë grupet kriminale me qeveri. Se si u jepet atyre, merrni një person anonim për të treguar ju vlerën që keni si grupazh në këtë drejtim, tash vlerë po që kjo është antivlerë. Për tregu ju se sa peshoni, atëherë kryeministri thotë vendosni një person anonim që se njeh askush atë, shihni jepini vota, dhe të shohim sa ka. Dhe I vendos edhe një target, kaq dua. Këtë rast 20.000. Dhe kjo realizohet. Po kjo çfarë do të thotë qytetarëve të tjerë? Qytetarëve të tjerë kjo thotë hikni nga Shqipëria se këtë vend e ka kap krimi. E ky vend është mbyllur, është I mbaruar. Nëse neve do vazhdojmë, do lejojmë, do tolerojmë një situatë tillë dhe këtë do ta quajmë normalitet, atëherë pas kanë drejt ato milione sa shqiptarë që ikën këto 10 vjet. Sepse këtë vend e pas kanë dorëzuar. E ka marrë dorë situata mrapsht, e kanë marrë dorë antivlera dhe ne kështu do ecim. A është kjo Shqipëria që ne duam? Dikush thotë fitum. Çfarë fitoj? Çfarë fitoj? Fitoj kriminaliteti, patjetër. Fitoj antivlera, patjetër. Po vetë çfarë fitove? Se fëmijët tuaj po ikin, nipret e mbesat po ikin. Çfarë fitore është kjo? Fitore Pirros. Jemi shumë konkret. Hajde kthehemi tek vlerat, hajde kthehemi kjo organizimi I shtetit siç duhet, hajde kthehemi kjo demokracia funksionale. Kjo kthehet duke I dhënë votës vlerën e vet dhe duke nisur me një sistem zgjedhor ashtu siç duhet, jo ky sistem që zgjedh po I quaj hibrid se s'du të prish fjalorin, po është fjala më e mirë që arrit gjej për këtë sistem. Një sistem I cili nuk përfaqëson të zgjedhësit. Të zgjedhurit nuk zgjidhen dot nga zgjedhësit ashtu siç duan ata. Dhe kjo situata nga më të çuditshme në këtë sistem zgjedhor. Ka një parti politike që merr 65.000 vota, nxjerr një deputet. Dhe ka një tjetër parti politike që merr 15.000 vota më pak se kjo dhe nxjerr 3 deputet. Tash si t'ia shpjegojmë këtë matematikën fëmijëve të mi? Ti ke 15.000 vota më pak, po ke 3 fish më shumë deputet. Si do t'ia shpjegoj? Se kushtetuta thot vota është e barabartë. Individët në Republikën e Shqipërisë janë barabartë njëri me tjetrin. Ku është barazia këtu? Se vinë ca mjeshtra. Mbase është sistemi më vrastari. Jo, ti lejmë kjo është që pushtetit të rrinë në dorë dhe disa njerëz që duan ta kapin pushtetin. Kjo është një Po për mos harrojmë që ky kod është firmosur nga të dyja palët, doktor. Bëhet qëllimisht që kjo situatë vazhdojë. Patjetër kjo ka nisë që mos gabojmë që 2008-ën, në mënyrë bipartizane, në 2021-shin është prishur, është ndryshuar në mënyrë unilaterale nga Edi Rama, pa marrëveshjen e PD-s, dhe në 2024-ën ju e dini që ne kemi pas debatën këtë drejtim. Unë personalisht kam qëndruar që vjerën e kaluar që ky kod elektoral është kundra opozitës. Absolutisht. Dhe është kundra përfaqësimit të zgjedhësve në konceptet e zgjedhurit. Patjetër është votuar nga Partia Demokratike. Partia Socialiste Demokratike, s'diskutohet. Që ka përgjegjësitë e veta në këtë aspekt. Diskutohet, po përgjegjësitë fillojnë nga kush e mban shtetin. Kush e ka shtetin prej më shumë se një dekade. Nga këtu nisim. Atëherë, çfarë vëmre me këtë lloj sistemi zgjedhor? Vëmre që rritet distanca ndërmjet njerëzve dhe politikës. Largohen njerëzit nga politika, largohen qëllimisht. Këto mjeshtrat nuk I duan njerëzit të merren me pjesën politike dhe të dëgjojnë dhe të votojnë. Duan t'i largojnë sa më shumë. Dhe çfarë shohim? Shohim vit mbas viti bie përqindja pjesëmarrësve në votime. Pse bie? Sepse nuk I ndjen më të përfaqësuar. Ne shkojmë, ecim të rënd, dhe çfarë na pyesin njerëzit? Na pyesin, a je ti kandidati I zonës? Fjala e parë që të pyesin. A je ti kandidati apo deputeti I zonës? Njerëzit janë me drejt kanë mbetur ke sistemi zonal, ke sistemi mazhoritar I demokracisë drejt për drejt I para 20 viteve. Po njëri që se ka pa kurrë një sistem mazhoritar se si është, si funksionon dhe si ndodh në realitet, a do largohet ky nga politika? Patjetër që largohet. Dhe themi ne janë largu të rinjt nga politika. Jo. Është largu politika nga të rinjt. Është largu politika nga të njerëzit. Dhe o do I kthehemi në demokracisë drejt për drejt, o do I kthehemi në demokracisë nga poshtë lart, ose ne do vendosim që ky shtet do kthehet mbrapsht aty ku ishte, diktaturë ishte, të themi drejtën. Ne sot ndodhemi ndërmjet autokracisë dhe diktaturës. Nuk jemi në demokraci funksionale. Nuk ka kurse si të jemi. Se neve na voton më pak se gjysma e popullatës. Dhe kushdo që fiton, ashtu si fiton, në fakt fiton me shumicën e pakicës. Dhe ky është realiteti jonë. Ne në këtë realitet ndodhemi.
Dhe nëse neve qymë fitore këtë, qymë fitore që na hik rinia, qymë fitore që na hikin familjet tëra, qymë fitore që ka rëndin shpëria, qymë fitore që rritet pleqëria shqyqyrë, le të shkoj përpare, do zoti paç një jetë në gjatë të shnetshme. Por rritja moshës mesatare, largimi të rinjve dhe moslindja e fëmijëve tregon që ky është një kom shurje. Ky kom po zhduket. Quhet fitore kjo? Absolutisht jo. Pas kemi një gusto shumë veçantë për fitoren, nëse kjo quhet fitore. Doktor, përpos përplasjes së madhe ndërmjet dy kampeve në këtë panoramën makro, nuk mund ta mohojmë që përplasje ka patur edhe brenda llojit në të dyja kampet. Kush është vendosur më shumë në dukje apo kush është vendosur më pak është komplet tjetër gjë. Por duke qenë se ju keni qenë kandidati i Partisë Demokratike në një farë mënyre për shkaqe të ndryshme apo qoftë edhe për përplasje të ndryshme ndërmjet jush, a të vjen keq që more mbi 18.000 vota në këto zgjedhje dhe nuk u bëri dot pjesë e parlamentit? Mbi 18.000 vota janë sa për 2 mandate, këtë që ta kemi të qartë. Edhe një herë. Pikërisht këtë bënte sistemi. Dy elementet, një e sqaruar dhe nuk po e rikthem, që do të thotë nuk përfaqësohet vullneti i zgjedhësve përmes këtij sistemi dhe ja ku është diskutimi që sapo bëm. Dhe i dyti element, qëllimisht këto mjeshtrat e spostonin debatin politik dhe e zhvendosnin nga ajo që duhet ishte debat ndërmjet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, përmes ideve, përmes programeve, përmes njerëzve, e spostonin në garën brenda partive. Pra në garën brenda PD-s apo në garën brenda PS-s. Themi drejtën, kjo nuk u intereson shumë njerëzve. Ky nuk është interes publik shumë. U intereson gara politike, jo gara ndërmjet emrave që marrin mandatet apo jo. Kjo është garë as sekondare, terciare fare është. Kjo është gara kryesore. Dhe kjo në debatin publik nuk ishte pothuajse hiç. Dhe u bë qëllimisht kjo. Të jemi shumë qartë, nuk ishte pasojë e rastësishme. Për këtë arsye u bë. Dhe më pas është dhe elementi tjetër, që unë i falenderoj herë gjithë votuesit, që patjetër që më kanë votuar në qarkun e Tiranës, dhe gjithë dashamirësit, edhe ai që s'ka mujtë me votu apo ka qenë qark tjetër dhe nuk voton dot. Sa vota ishin në total, doktor, më konkretisht? Kujtojmë një diçka që është në proces rinumërimi. Tirana. Po, patjetër jemi në proces rinumërimi, kështu që neve do flasim. Po flasim për rezultatin e deri sotëm. Po, është 18.128, mos gabohem. E qartë, është një shifër e konsiderueshme, votë besimi konsiderueshëm. Ti sqarojmë shumë qartë që është një shifër e cila përmes cilës njerëzit folën. Po mirë, po duke patur parasysh këto zemra që të besuan, doktor, a të vjen keq që nuk jenë parlament sot? Jo, shife. Unë jam i bindur që ata njerëz nuk kanë mbështetur mua vetëm apo si në parlament. Kam mbështetur për diçka shumë më të madhe. Kam shumë të qartë. Dhe unë do jem zëri i tyre dhe në këtë moment jam zëri i tyre, nuk u imponoj mendim, marr zërin e tyre dhe gjej mundësinë për ta folur mbi çka ata duan që të ndodhi në sistemin ton politik. Pra, çfarë ne duam të shohim për familjet tona, për njerëzit tonë. Dhe pastaj mandat apo jo, kjo është çështje tjetër, patjetër ka rëndësinë e vet, por nuk është thjesht për një mandat deputeti kjo punë. Kjo ka të bëjë me një element shumë të tepër. Kujtoj që mbështetja me këto kushte siç i kishim në 2025, praktikisht ka qenë më e lartë se sa që ishte për kandidatën për kryeministër që ne kishim 2021, njëkohësisht kryetar partie. Aso kohë zoti Basha, mos gaboj, mori 16.100 vota dhe unë jam 18.100, po të njëjtin qark. Njerëzit kanë folur gjuhën e tyre. Detyra jonë është ta dëgjojmë dhe ta përfaqësojmë atë ashtu siç duhet. Dhe kjo nuk bëhet fjalë vetëm për një mandat deputeti, se kjo është si reduktohet. Ne duhet të jemi shumë qartë si neve mund të bëjmë një reformë këtë politikën tonë. Dhe kjo politika të kthehet çik mbrapsht 180 gradë dhe të kthehet 180 gradë sërish drejt njerëzve, se i ka kthyr kurrizi njerëzve. U ka kthyr kurriz dhe u larguar shumë. Dhe ky është realiteti pse kemi neve këtë lloj hendeku ndërmjet klasës politike dhe qytetarëve. Dhe nëse ne kthehemi këtu ku duhet, po patjetër që njerëzit përgjigjen. Është element i rëndësishëm. Politika në fund fare kaq është përfaqësim. Nëse përfaqëson siç duhet, atëherë ka ecur përpara, do mbështetesh më shumë. Nëse nuk përfaqëson siç duhet, patjetër do kesh rrudhje dhe ecje mbrapa. Por ajo që ka rëndësi kyçe, emri im apo emri gjithë kujt tjetër kushdo qoftë. Rëndësi ka që mbasi u morën ato vota, more apo s'more mandat, vazhdosh misionin tatë të drejtuar.
dhe unë këtë mendoj që është rëndësishme. Absolutisht. Doktor, ka një diçka shumë interesante në të gjithë këtë histori dhe në të gjithë këtë proces zgjedhor, jo vetëm për shkak të statutit të Partisë Demokratike të votuar nga vetë antarësia e shumë çështje të tjera. Është vendosur në diskutim edhe leadershipi. Ka nga ata të cilët e mbështesin leadershipin e profesor doktor Sali Berishës, ka nga ata të cilët e respektojnë por kërkojnë një frym tjetër dhe një leadership të ri, ka nga ata të cilët në një farë mënyrë kanë shprehur guximin e tyre pse jo, apo kanë dhënë indicje për të marrë rolin dhe për të marrë frenat e Partisë Demokratike. Ilir Ali Mehmeti e ka guximin për një betejë për leadershipin e Partisë Demokratike në qoftë se do të ketë një garë të tillë dhe në qoftë se nuk ndodh kjo, a është Ilir Ali Mehmeti i denjë për garën për kryetar bashkie të Tiranës? Me shumë drejt këtë pyetje ma kanë bërë shumë vetë, nuk është herë e parë që dëgjojmë këtë pyetje. E para gjë, ne kemi etapa të rëndësishme në proceset politike. Në këtë moment ne jemi në etapën më të rëndësishme që janë zgjedhjet parlamentare. Nuk ka gjë më të rëndësishme në jetën politike të një shteti se sa zgjedhjet parlamentare. Në zgjedhjet parlamentare për Tiranën nuk kanë mbaruar. Pra, neve në fakt quhet rinumërim. Po a do të kemi në indiferencë të madhe në të gjithë këtë proces të rinumërimit? Po shohim neve se çka ndodhur aty brenda. Po. Se ka ndodhur aty gjëra. Ju e dini që unë kam marrë dhe kam administruar të gjitha pamjet. Po. Dhe jam shumë i qartë mbi çfarë elementesh kanë ndodhur aty brenda. Ti shohim se si do pasqyrohen nga rinumërimi, sepse ju thash nuk është se kam një besim të madh nga rinumërimi. Patjetër është vetëm gjë ligjore që ne mund të kërkojmë. Nuk është se ka hapësirë tjetër përveç kësaj. Por të jemi shumë të qartë që ky është një proces që ende s'ka mbaruar. Do mbaroj dikur, do dhe disa javë. Kur të mbaroj ky proces? Do dalin tabelat përfundimtare. Ndërkohë ne do punojmë për raportin ose OBODIR-it dhe paralelisht do punojmë për analizën tonë politike. Unë të fushatës time, qarku për fushatën e qarkut dhe nivel më kryesie po themi, në nivel kombëtar. Dhe mbas kësaj analize politike, neve do shkojmë në diskutim në forumet tona përkatëse, pra unë Këshillin Kombëtar, kush është antar kryesie me radhë, dhe do merret atje diskutimet, vendimet dhe qëndrimet përkatëse. Kur kjo të ndodhë, dhe besoj kjo do marrë kohën e vet disa javë apo pak muaj, kur kjo të ndodhë, patjetër do keni vendimet dhe qëndrimet përkatëse. Por privilegjet dhe përgjegjësitë janë sipas forumit ku ndodhesh. Pra Këshilli Kombëtar ka përgjegjësitë e veta dhe detyrat e veta. Kryesia ka detyrat e veta, por kryesia nuk janë kryesi. Po e ka ambicien doktor Ali Mehmeti? Edhe një herë. Mirë, unë e kuptoj, absolutisht. Po duhet më bëni një pyetje që sa do herë ma bëni apo ndryshe më kjo është përgjigje. Etapat janë etapa. Dhe në këtë moment ne kemi të gjithë energjinë dhe fokusin të vendosur në procesin e numërimit të qarkut të Tiranës. Është qarku më i madh i Shqipërisë, është kryeqyteti i Shqipërisë brenda në. Kështu që neve pa mbaruar proceset kaq të rëndësishme, ne nuk kemi se si diskutojmë hapa të tjera. Do ishte një pamaturi e paparë. Mos kesh dhënat dhe ty është në një analizë pa pasur dhënat dhe çfarë ndodhi. Ky do ishte gabim për mua shumë i madh ka njerëz që janë aktiv në politikë, patjetër, nga njerëz që janë opinionistë, nga mediat, nga qytetarët, ata kanë drejtën e vet të bëjnë aludimet, mendimet, komentimet e tyre. Por ne do duhet marrim fillimisht faktet, marrim një herë se çka ka ndodhur, çfarë është bërë mirë dhe duhet ruajtur, çfarë është bërë keq dhe nuk duhet përsëritur dhe çfarë mund të ishte bërë më mirë dhe hajde ta gjejmë si bëhet më mirë. Po fillimisht kjo diskutohet në forumet tona të brendshme, nuk ka si diskutohet jashtë. Diskutohet fillimisht brenda. Pastaj vendimet, qëndrimet jepen dhe informohen media, shoqëri, në njerëz e me radhë, pra jashtë atyre që mund të pëlqejnë fakt shumë dyrëve të mbyllura. Po ka ca gjëra dhe kemi një shprehje që thotë rrobat e pista lahen brenda në shtëpi. Nuk diskutohen jashtë. Jashtë diskutohen pasi të marrë vendimet përkatëse. Pastaj pëlqen apo s'pëlqen vendimet, sërish ne i drejtohemi publikut. Nëse pëlqen vendimet, forca jonë politike shtohet. Nëse vendimet nuk janë të pëlqyeshme, forca jonë politike bie. Kështu funksionon. Dhe është dinamike kjo çështje. Por në parashikim me sa zgjasin këto procese, unë kam mendimin që ky diskutim do jetë paktën diku rreth mesit vjeshtës. E qartë. Të falenderoj shumë që ishe së në Faktsius, është kënaqësi si gjithmonë dhe ne këtu jemi, këtu do të mbetemi, do të diskutojmë edhe për zhvillimet në mes të vjeshtës. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Ditë mbarë. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi pas pak.